Milo Mavranjevc. Të nderuar banor të Kodrës së Trimëll, deputet, ministra, i dashur i Albin që sapo është kthyer nga Washingtoni, kryetari i arshëm i Prishtinës me datën 12 tetor, Hajrullah Sheku. Nderuara ministre Albulin Qendës, Arben Vitia, për bëj këtë hapje madhështore në lagjën Kodra Trimëll, ku asnjëherë kjo lagje nuk na ka dëshuar, sikurse sonte që po e shohim që mbi 400 qytetarë të lagjës son kanë ardhur sonte në shi ta përcjellin tubimin ton madhështor dhe zgjedhjen e kryetarit të arshëm Hajrullah Shekut. Katër vjet dështim, 4 vjet kërkesa minimaliste për kryetarin më të dështuar të të gjitha kohërave, mos ta përmeni emrin. Kjo lagje kërkesat i ka pas minimale, jemi e vetme lagje që ende s'kemi ujë të pishëm edhe në vitin 2025. Kjo lagje ende trafiku urban nuk funksionon, duhet me prit 3 autobusa për të shku deri në qytet. Jo e mbani men lidhjen e përparim Rama që theke në qytet për 7 minuta për Vranjevcit. Jo e mbani men se sa premtimet i ka bo dhe kjo lagje ka mbet ende në ghetto. Jo e mbani men premtimin e përparim Ramës kur thashte se gjitha pronat do t'i legalizoj. Të gjitha gjëra do t'i bëjnë në Kodrën e Trimëll, më tregoni cilën shtëpi apo pronë tuajin e ka legalizuar deri më sot. Asnjë. Unë nuk i kisha zgjatur shumë, ja kisha dhënë fjalën nën kryetares së kuvendit, zonës së më të votuar në vend, Albulina Axhiut. Faleminderit shumë, faleminderit për punën edhe për angazhimin e vazhdueshëm. Të dashur qytetar, mirë se e gjejmë njëri tjetrin sonte këtu në Kodrën e Trimave, që gjithmonë ka rahur fuqishëm për drejtësi, barazi, zhvillim dhe përparim. Faleminderit për këtë pritje madhështore. Për këtë pritje të ngrohtë, për energjinë e mrekullueshme që po e sillni këtu dhe për mbështetjen që na keni dhënë në vazhdimsi. Jemi mbledhur sonte këtu bashkë, jo vetëm për të përkrahur kandidatin ton më të mirë, Hajrullah Shekun, por edhe për të shprehur atë se çfarë Prishtine e duam. Pra duam një kryeqytet që respekton dhe që përfshin të gjithë, duam një kryeqytet ku punohet me ndershmëri dhe që e vendos qytetarin në qendër, e jo interesin personal siç po bëjnë këta që sot fatkeqësisht e udhëheqin kryeqytetin ton Prishtinën. Pra Hajrullah Sheku është personi dhe njeriu i duhur. Hajrullah Sheku është kryetari i ardhshëm i Prishtinës pas 12 tetorit. Hajra e ka dëshmuar me vepra, si aktivist në teren, si deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës, si ministër që
nuk I ka pasur duart në xhepa, por në punë konkrete, në projekte të prekshme, me transparencë dhe në investime që kanë lënë shumë gjurmë. Ai nuk është politikan I fjalëve boshe, është udhëhec I vërtet që dëgjon, që punon dhe që vepron me ndershmëri dhe në shërbim të qytetarëve të Prishtinës. Të dashur qytetar, sonte shkurtimisht po ndalem vetëm te një çështje që besojmë që është shumë e rëndësishme.